Mbledhja e konferencës së kryetarëve ditën e sotme është zhvilluar me debate mes përfaqësuesve të opozitës dhe maxhorancës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulan Balla deklaroi për mediat se opozita nuk ka mandat për të përfaqësuar protestuesit dhe se Partia Demokratike nuk mund të flasë në emër të protestës së zhvilluar në Tiranë. Në një prononcim për mediat, Balla tha se gjatë mbledhjes së konferencës së kryetarëve u ka kërkuar përfaqësuesve të opozitës të sqarojnë se me çfarë mandati paraqiten si zëdhënës së protestës. Sipas tij, Partia Socialiste pranon çdo grupim apo përfaqësues të protestës të paraqesë kërkesat e tyre, por jo Partinë Demokratike. I kam pyetur përfaqësues të opozitës në konferencë kryetarëve me çfarë mandati keni ardhur ju si zëdhënës të protestës. Nuk mora një përgjigje. Dhe pastaj i kam thënë që nuk ju njoh fare për përfaqësues të protestës. Pra pranoj gjithkënd tjetër të flasin në emër të protestës, por partinë e Sali Berishës nuk e pranoj dot kurrë si përfaqësues të protestës. I kam bërë me dije dhe i kam vënë në dukje se janë aq të paaft sa që kanë transformuar edhe kërkesat e protestuesve të paktën nga ato që janë bërë publike, pavarësisht se nga kush, një person me lidhje të ngushta me Iranin, por ky është diskutim tjetër. Po t'i merrje kërkesat që kishte sjell opozita dhe si lexim i kërkesave të protestës dhe ato që vetëm numri ishte i njëjtë, 5. Dhe vetëm pika e parë e kërkesës ishte e njëjtë, dorëheqja e qeverisë. Pastaj opozita në emër protestuesve kishte sjell një 4 halle të veta. Ndërkohë që protestuesit kanë thënë ndryshime kushtetuese, ku përfshihet kodi zgjedhor, qeveri teknike me mandat 12 muaj, këto si kishin fare. Në këtë kuadër, ai theksoi se anëtarët e maxhorancës në konferencën e kryetarëve i kanë bërë të qartë opozitës se nuk e njohin si përfaqësuesit të opozitës. Balla bëri thirrje organizatorëve të protestës të sqarojnë publikisht nëse Partia Demokratike ka një mandat për të përfaqësuar ato në institucionet politike.